edhe mos i vjen njëri turp me thonë nuk di kur nuk din. Mos je marrë. Shpeshher njerëz në debate, në diskutime, flasin, tentojnë me formulu një përgjigje edhe pse s'ka bazë, s'ka argumente, veç që mos me dalë para dikujt me thonë nuk di. Të ndërrodhë vëllezër, qysh është dije me ditë, wallahi është edhe dije me ditë ku me thonë nuk di. Me ditë me thonë nuk di është dije, sikur se është dije me thonë po di. Nga se edhe mos dije është pjesë e dijes. Për shkak se ti diçka nuk din e diçka din. Këtë nuk mundesh me ditë. Andaj bënu modest. Thuj nuk di. Nëse ke shku në haxh, nëse i fal 5 vakte, nuk do me thonë se i din çështë e fesë me thonë përgjigje. Prandaj, dve dikush për fe, si nga burr. Unë e falna, po alhamdulillah, në gjinaj, musliman jam, ama këto po nuk i di, mos je marrë. Mos thuj ta qysh me thonë nuk di e po falna. Thuj nuk di. Fakte që vjen xhami nuk të bën dishëm. Fakte që në gjinën Ramazan nuk të bën hoxh. Fakte që shkon haxh nuk të bën hoxh. Ti mund të jetë një besimtar i zellshëm i devotshëm, po dija e ka udhën e vet, dija i ka bartën e vet, dija e ka zellën e vet, e ka aktivitetin e vet, e ka angazhimin e vet. Nuk bëhet ajo përmes praktikave të saktuara. Prandaj, kudo qoftë njeri, për më shembull xhami ne mund të jetë jashtë xhamisë në gjitha fushët e jetës, thuj nuk di. Mëso me thonë nuk di, edhe hesht. Ju me debatu me orë të tëra për tema që nuk na përkasin, nuk kemi lidhje, nuk dim, flasim poshtë për pjetë, analizojmë strategjitë globale, bashkëkohore, moderne, dërsa minimumin e informativ nuk e kemi. Minimumin e dijes nuk e kemi. Muslimani nuk flet pa dije. Flet atë që është mirë, atë që din, ose hesht. Kështu formohet besimtari të ndërvozët. Kështu ndërtohet besimtari. Kështu dhe vlerëson të tjerët në bazë të kësaj modestie, kësaj zërçmërie, kësaj ambicie, e jo arrogancës, mendimadhësisë, edhe e përsisë që tjerët nuk din e unë e di. Tjerët s'kanë bo mirë, unë e bëj mirë. Tjerët nuk janë devotshëm, unë jam i devotshëm. Tjerët janë musliman, unë jam musliman. Kjo qasë nga këtë perspektivë është padyshim tregues i ligësisë dhe shpërputhje me udhëzimet e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam.